hyrë duhet të jenë të hapura. Grupimi qytetar kundër projektit të Durrës ka zhvilluar këtë të njëjtë protestën e radhës para bashkisë. Antarët e familjeve që preken nga prishjet e banesave dhe bizneseve në zonën historike të qytetit kanë kërkuar sot nga institucioni i qeverisjes vendore që të ulet në tryezë bashkëbisedimi me ta. Banorët janë kundër atyre që ata i konsiderojnë tentativa të bashkisë për të gjetur sistemim në banesa sociale. Më njoftuar që me një njoftim fare të thjesht gojarisht, që thjesht të aplikojmë në gjendjen civile për të aplikuar për banesë sociale. Unë personalisht dhe të gjithë ne ndjehemi të poshtëruar, ndjehemi si plaçka që nga kaq që thjesht gojarisht më thonë që lëviz nga shtëpia jote se do të japim një shtëpi tjetër. Nëse lëshojmë shtëpinë tonë, nuk na intereson as vlera monetare, shtëpia jonë nuk blehet, as nuk është për të shitur, ajo shtëpi ku unë kam jetuar dhe jam rritur është shtëpi e trashëguar nga gjyshi, nga babi, kam bibliotekën e gjyshit që ka qenë noteri i parë publik në Durrës, kam bibliotekën e babait tim që ka qenë historiani më i shquar i qytetit, ajo shtëpi ka vlera kulturore, morale, shpirtërore për ne. Nuk jemi ne për shtëpia sociale. Ne s'jemi dakord me planin. Ne kemi kërkuar grup komisione timor. Këto nuk e këllë që ta përballojnë, se i kam bërë pisliqe, do shohim prona me vlerë, edhe i ka dhënë fjalën kujtet i bashkia, me ADF-n janë bë edhe topin e ping-pongut, tash i bashkia i edhe topin e futbollit. Asnjë se merr fajin për sipër. Ne jam pronësuar të gjitha institucionet, dhe ADF-ja, edhe Ministria e Kulturës, është kjo bashkia këtu që nuk prononcohet, vetëm hesht. Ne kërkoj të zbatoj këtë letën që ka nisë ADF-ja, të marrë ADF-n, të marrë Ministria e Kulturës dhe ne dhe të flasim për problematikat dhe të sqarohemi. Ata janë kundër, jo vetëm vlerës, se vlera përdoret si argument i fundit, por kundër lëvizjes nga shtëpia e tyre dhe argumentimet ligjore të hedhura në të gjitha instancat janë thënë gjithandej. Protestës së sotme ju bashkuan dhe eksponent të Partisë Demokratike, si deputeti Igli Cara dhe kreu i degës lokale Ardian Muka. Në një prononcim për media, deputeti Cara dënoi heshtjen e Bashkisë Durrës dhe cilësoi korruptiv projektin që po zhvillohet nga institucionet shqiptare dhe Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Bashkia hesht, po mirë, por çfarë ekziston kjo bashki? A është kjo për të përfaqësuar qytetin e Durrësit, për ku shihet kaq qartë abuzimi dhe vjedhja parave? Po si mund të heshtin? Aq më tepër nuk pranojnë as ti presin, dhe aq më tepër nuk pranojnë as komisionet timor. Pse kjo bashki apo dhe kjo qeveria ka bërë standard? Nuk pranojnë komisionet timor. Është e gatshme të ulet dhe të diskutojë këtë projekt. Pse edhe për të bërë ndryshimet që duhen bërë dhe për të parë dhe çështjet ligjore. Pse nuk pranon bashkia? Ku është interesi i bashkisë? Apo dhe Ministria e Kulturës që përfaqësohet nga qeveria dhe zoti Rama. Pra, i gjithë procesi është një proces i cili vjen erë shumë. Përfaqësuesit e familjeve që preken nga projekti kërkojnë me ngulm ngritjen e një komisioni hetimor në Këshillin Bashkiak Durrës për verifikimin e procedurave, shkeljeve ligjore dhe mungesës së transparencës, siç i konsiderojnë ata hapat e ndjekur nga Bashkia dhe Ministria e Kulturës gjatë 5 viteve të fundit.